pse gjithmonë sa herë flitet për pronat, shqiptarët përfundojnë në gjyqe, përfundojnë në konflikte, përfundojnë në armiqësi dhe nuk flasin një të tërë me familjarët e tyre. Kjo ndos sepse gjatë jetës së përditshme ndoshta ky ritmi i shpejt i ka bërë që mos ta kenë vëmendjen ke gjëja kryesore. Dhe kur vjen puna, pjesën fundore të saj, pastaj i ndizën gjithë antenat për të krijuar konflikte, për të prishur gjithë balancën e marrëdhënieve që mund të kenë në familje, në bashkëpronësi, në punë e kështu me radhë. Për shembull, kur shkojmë pra dëshirojmë të marrim një shtëpi të re të bukur, nxitojmë për të vrapuar për të marrë një kredi, kur vjen puna që ekzekutohet, nuk i lexojmë dokumentat dhe firmosim aty pa lexuar. Ky është një gabim shumë i rëndë sepse ti akoma nuk din. Dhe tu lindin konfliktet e para të pronës, kur e merr me kredi. Ose një tjetër, kur shkojmë dhe blejmë një pasuri, nuk i lexojmë ato. Një gabim mund bëhet pa dashje nga noteri që sjell një konflikt të mëvonshëm. Edhe nëse blejmë një diçka të re ose japim një, duhet gjithçka që të jetë e shkruar. Për shembull, një konflikt që ka rrjedhur ditët e sotme është dhënia me qira, sepse përdoruesit e pronave i japin ato me qira. Unë i këshilloj qeradhënësit që mos japin ato me afate shumë të gjata ose mos ndrojnë emrin tek libreza e ujit ose dritave. Sepse na ka ndodhur në shumë herë, në shumë raste të cilat ne tani i kemi në procese, kanë qenë gjykat, kanë ardhur në ndërmjetësim, sepse ndrimi i emrit, nëse jep një banesë me qira për 10 vite, qira marsi, nëse paguan dritat dhe qiran me emrin e tij, ndofta e merr dhe pronën në mënyrë të padrejtë, në thojza, nëpërmjet fitimit të parashkruar